komuna, diçka jep qeveria edhe për më realizu këtë lloj projekte kryesisht infrastrukturore. Mitrovica tash pas ka fitu këtë urën, Fushkosova pritet ta përfitoj që të farë rrugën lidhse e pejat të shohim Valdrini. Po, sepse Valdrini kemi të gatshëm dhe do ta lidhim në këto qaste, përveç që do të kuptojmë se sa ka përfituar komuna e Pejës, gjithashtu do flasim edhe për ndërprerjen e energjisë elektrike që preku një pjesë të Pejës në mbrëmjen e 20 qershorit, përfshirë dhe lagjen Fidanishte. Kec ka sqaruar se problemi nuk ka qenë në rrjetin e tij, por problemin është kaktuar një shpend. Çka ka ndodhur atje do të kuptojmë nga kolegu jon Valdrin Daci. Mirëmëngjese. Valdrin, fatkeqësisht nuk po arrim të dëgjojmë mirë. Valdrin, po na dëgjon? Apo më dëgjoni? Tani po dëgjoj. Mirëmëngjese. Mirëmëngjese edhe për ju. Kam dëgjuar diku një fjalë se çka i bën vaki pejonit, nuk i bën vaki as japonit. As japonit, a? Po. Nuk e di se ka kam dëgjuar këtë, mirë po, këto të kuptoj fjalë. Në mbrëmjen e së shtunës të 20 qershorit, pra fundjavën që lan pas, në qytetin e Pejës një pjesë të konsiderueshme ka mbetë pa energji elektrike ad hoc. Dhe ajo ndërprerja e energjisë elektrike ka ardhur nga një diçka shumë interesante, nga një ndodhi shumë interesante. Kjo ndërprerje e energjisë elektrike nuk e ka përfshirë vetëm më shumë se gjysmën e qytetit, por edhe pjesë periferike të saj. Dhe ajo ka zgjatur për rreth 2 orë, ndërsa nga ora 8 pra deri rreth orës 10. Në kontakte që qytetarët të mënyrë të drejtë për drejtë me anë të telefonit me lidhjen për konsumatorët kanë pas me Kecin, ata kanë thënë se fillimisht kanë thënë se dyshohet për një prishje dhe avari të madhe, mirë po janë duke punuar dhe ekipet janë në terren. Në zonën ku ka ndodhur kjo ndërprerje e energjisë elektrike faktikisht furnizohen nga lagja Fidanishte. Në lagja Fidanishte faktikisht ndodhet një trafostacion shumë i rëndësishëm në qytetin e Pejës dhe në atë pjesë banorët e asaj zone tregojnë që në momentin kur është ndërprerë energjia elektrike ka ndodhur një zhurmë e madhe që i ka ngjasur një shpërthimi. Dhe ajo ka qenë domethënë pa energji elektrike gjatë këtë pjesë të qytetit për së paku 2 orë. Dhe ne kemi dërguar për kurrështje pyetje tek Keci Platnat për me kuptu arsyen pse ka ndodhur kjo ndërprerje e energjisë elektrike dhe çka ka shkaktuar gjithë atë shpërthim që po pretendojnë banorët. Dhe tek dje kemi marrë një përgjigje nga zyra për komunikim me publikun dhe media, për ka cilë të vëndësa Beona Dallaveraj na ka sqaruar në versionin e saj për aq sa i takon kompetencës së saj dhe unë po e citoj. Thotë kjo çështje nuk ka qenë e lidhur me Kecin. Sipas informatave të disponiueshme, problemi është shkaktuar nga rënja e një shpendi në linjen e tensionit të lartë të operuar nga posti. Pra shpendi. Gjë që ka shkaktuar një avari dhe nxjerrjen jashtë funksionit të 9 stacionit Kost Pejani. Si pasojë e kësaj, domethënë përgjigja, si pasojë e kësaj avarie është afektuar edhe lagja me fjalë, lagja ku ndodhet edhe trafostacioni. Le me u theksu se mungesa e papritur e energjisë elektrike në një pjesë të konsiderueshme të qytetit të zonave përreth ka nxitur adime të ndryshme po atë nga qytetarët në përjetës sociale, duke thënë se atë përsëri na janë kthyer reduktimet, andaj kjo edhe na ka bërë për me kërku përgjigjen dhe përgjigja ka qenë shumë interesante dhe kurrëtore se si një shpend me aksidentin e tij që ka pasur në trafostacion ka lënë pa energji elektrike sipas përgjigjes që kemi pranuar. Kjo është përsa përket këtij rasti. Ndërsa u dëgjova herët që u bisedu për çështjen e ndarjes së disa granteve, apo nëse nuk gaboj ndarjen e një pjesë të konsiderueshme të parave për komunat, këtyre është përfituese edhe komuna Pejës, siç ka thënë dje ministri në detyrë Repet Krasniqi i administrimit të pushtetit lokal, janë ndarë 300.000 euro për komunën e Pejës, sot të destinuara për revitalizimin e zonave publike dhe infrastrukturës rekreative malore. Pra kryesisht shtygjeve të ecjes. Edhe diçka një informacion shumë rëndësi është që qeveria e Kosovës ka ndarë parë dje. Mirë po është një diçka shumë me rëndësi dhe është për kurrështje që sot janë bërë 3 vite kur kanë ndodhur në Pejë vështrimet që kanë rezultuar me 2 viktima, pra në që ju kujtohet ka humbur jetën në një nën me fëmijën e saj, familja Ademaj, pra, dhe dëmet e atyre vështrimeve kapin vlerën mbi 2 milion euro nga ajo që ka pati paraqitur atëherë komuna Pejës dhe
me informacionet jo zyrtare, Komuna Pejes në një mënyrë që ajo ka mundur ka bërë kompenzimin e një pjesë të caktuar të DMV për familjen Ademaj, mirë po qytetarët ende sot asaj dite flasin se nuk janë kompenzuar asnjë cent. Pra, kemi bëjmë me verën mbi 2 milion euro të shkaktuara, vetëm ato vështrime, sepse në Sarojë ka pasur edhe vështrime të tjera që kanë pasuar. Po, vërtet. Pra, do më thonë, nuk janë kompenzuar ende. Ka ndodhur rastin 2021-ën, 22-ën? Para 23-ën. 23-ën. Le në unë përshtu edhe diçka. Ka pasur ansamblistë në Pej, të cilët kanë ngritur zërin që edhe komuna mund të praktikoj shembujt e disa komunave që kanë ndodhur në Kosovë, të cilët kanë kompenzuar domet, për shembull kur është të bërë realokimi i mjeteve nga viti paraprak në vitin aktual, ka pasur asamblesë, për shembull njëri pyetër është edhe asamblisë në Kyçi, i cili ka ngritur zërin edhe ka kërkuar, ka thonë edhe na mund të bëjmë për komuna të tjera, që çdo mjetet të cilët po realokohen për nga viti paraprak në vitin aktual, mundet me ju kompenzu paktën të prekur dhe qytetarët të prekur nga zona e Aslan Qelmës. Qartë. Jo, rreth vendimit qeverive, çfarë komuna? Mirë, faleminderit shumë, vajzërin për shëndes, dhe takohemi nesër. Sa me plotësu me qenë se përmendëm këto vendimet e qeverisë gjatë ditës së djeshme, pe tregoj sakt cilat komuna ku çfarë parash janë da. Pra për Mitrovicën e Jugut, 400.000 euro për Urën e Sitnicës, 300.000 euro për komunën